Në daljet tuaja kishit pjesëmarrje të kënaqshme, siç e tham, dhe pse Berisha thotë që nuk ishte demokrat, por njerëz të Ramës. Tani çdo të bënim tej. Ali Mehmeti unë e kisha në krah këtu në studio, sikur nuk del me. Mos i tha doktori, hajde këtu Ali Mehmet. Unë do të jem nesër me qenë se më pyetet nesër në orën 6 tek teatri Skamba i Elbasanit me Demokrat. Me Demokrat. Prisja që të ftohesha në takimin që bëri Partia Demokratike dhe zoti Berisha në Elbasan, sepse unë kam qenë drejtuesi politik, drejtuesi nderit, tha zoti Berisha pasi unë nuk burgosa. Unë jam larguar nga atje jo me vot, jo me në një vendimarrje që vjen për shkak të votës, por për shkak të dhunës dhe represionit qeverisë duke më rrëmbyer dhe duke më çuar në burg apo ja. Kështu që duke qenë se unë nuk e pata një ftesë të tillë dhe nuk pata mundësi që të isha aty, ja u kam thënë dhe dijen në mbledhje, do të takoj disa demokrat që do të shohim sa do jenë nesër, që më kanë ftuar, që janë kryesisht strukturat të Partisë Demokratike, për të diskutuar për shqetësimet që ata kanë në raport me qasjen e Partisë Demokratike dhe me braktisjen që ju ka bërë Partia Demokratike. Kam komunikuar me gjithë, zoti Ali Mehmeti i qëndron të njëjtave qëndrime në raport me situatën në Partinë Demokratike. Do të keni dhe do të shikoni dhe nesër që do të jem po ashtu me grup, do të jemi një grup po themi profesionist të Partisë Demokratike, është në komisionet e Këshillit Bashkiak, por nëse do të gjendej kohën, patjetër që do të jetë. Do të jetë. Sepse është se vura re një gjë unë tani që e vëre pak dhe ty, ti e fshe pak, dita fsheshme me kujdes, por vura re një gjë që ai e kishte luftën me Flamurnokën. Unë nuk kam asë luftë dhe po të them. Në qoftë se ju do bëni luftë me Flamurnokën, të të them edhe një gjë tjetër se është edhe një. Unë nuk të thresme. Të lutem se është. Edhe pavarësisht se ka krizë të madhe. Mirë. Do me thënë është fake gjithçka, media, do me thënë gjendja e politikës shqiptare është aq fake sa nuk e merret me mend. Është gjendje vrasëse. Por në qoftë se ju e keni luftë me Flamurnokën, vëlla, tu mbaron filmi. Po do them edhe një gjë. Po, ma thuaj. Unë nuk kërkoj funksion Partinë Demokratike. Pse nuk do kandidosh ti për kur të jetë punë e kryetarit? Prit më zotëri se po flasim, apo më pyet te kjo. Është hedhur një deklarat që po kërkon funksionin e këtij zotërisë, ti thu se e ka thënë Flamurit. E ka thënë vetë ai po. Jo, nuk e dua, nuk po bëj. Nuk e do Flamurit. Dhe nuk do të marr funksion në Partinë Demokratike dhe nuk po e bëj këtë lëvizje që të marr atë funksion në Partinë Demokratike. Jemi të qartë? Dhe po të them gjë tjetër, unë deri më sot nuk kam Shikohet e Flamurit tani. Prit, po mirë, po ta them këtë. Të them edhe një gjë tjetër. Unë Partinë Demokratike nuk kam zyrë, nuk paguam, nuk kam privilegje. Unë bëj këtë po themi profesion, po e quaj kështu, apo vokacion me pasion për të shërbyer së pari demokratëve që më kanë vlerësuar me votë, kudo ku kam qenë, po edhe shoqërisë me një betejë të drejtë. I gjithë problemi që është sot është kjo, nuk ka rëndësi kush e tha. Ore, a qëndrojnë këto që po themi ne, apo nuk qëndrojnë? Pra, dhe po të rikthehem prapun shumë elementve tjerë që doja të thosha në fillim, a qëndron që Partia Demokratike kështu siç është e ka të pamundur të argëzojë Edi Ramën? A qëndron që Partia Demokratike i ka disa probleme të brendshme? A qëndron për shembull që unë këtu jam plotësisht kundër e them edhe në publik, asaj që thot doktori. Doktori thot zgjedhjet e tjera Rama do. Ore, këtë që po duhet ti mund ta thotë Papa. 62%. Edhe Papën po ta pyesësh, thot Papa nuk a qëndrojnë këto probleme, qëndrojnë. Po, di cila është diferenca? Cila është? Diferenca është kjo, që unë këto i kam thënë nëpër takime dhe struktura të partisë, i kam thënë me kryetarin e partisë dhe kam parë që nuk ndryshon. Di cila është diferenca? Diferenca është kjo, që unë po them ore, kështu si unë, nuk mendoj vetëm unë tani, po mendojnë qindra atje po bëjnë mirë demokrat, të cilët mendojnë kështu siç mendoj unë. Dhe sallat nuk po mbushen vetëm se nuk është se po mbushen vetëm për shkak se janë të pakënaqur ata demokratët, por po mbushen edhe për shkak se ne po mbajmë disa qëndrime që i shqetësojnë realisht demokratët dhe që kërkojnë që këto të ndryshojnë në Partinë Demokratike. Tani t'ju them 3 element, se e tha pak më parë Bislimi do ketë mbledhje pas nesër. A u thirr mbas një viti mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë? A u zgjua partia dhe dolën të gjithë tani bëjnë foto nëpër terren? Pse nuk i bënin përpara këta? A dolën datë 2 dhjetor udhëzimi për analizën e detajuar nëpër deg? Ja, pra që një lloj zgjimi, kjo lëvizje i shërbeu Partisë Demokratike se e zgjoi partinë minimalisht. I ka dhënë shumë energji, po e diskuton edhe më shumë. Interesi im ky është që Partia Demokratike të jetë një parti e cila
e rivalizon seriozisht Partinë Socialiste dhe kërkon që të rrëzojë Edi Rama. Kështu që i heqim edhe këto me funksione që t'jen ratë dhe... Unë jam okej me gjitha këto i këtu ati. Nuk i heqja si presje. Por ka një problem. Gjithë jetën time u kam punuar dhe në gjithë korridoret e politikës shqiptare dhe i njoh me dhëmë dhe mballë. Kjo Parti Demokratike që kemi ne është partia që ka fytyrën, gjoksin, duart, thonjtë e Sali Berishës. Gjithçka është Sali Berish, quhet. Kjo edhe mund të hiqet emri Partia Demokratike dhe të vihet emri Sali Berisha. Kandidon me Partinë Socialiste kur të kandidojnë nesër. Pra, se tani të jemi të qartë në një pikore. Gjithë partitë e Evropës lindore, që përmbysën komunizmin dhe gjithë luftuan fort të gjithë, emrat mëdhenj shumë, emra që nga më të mëdhenj në Evropë, dhe ranë, u rëzuan, ikën. Tani ky e ka këtë vëlla të vetën. E di pse ta themon, në rryrjet e mia janë në këtë funksion që shoh që ti do bësh atë zhurmën, siç e kanë bërë të panumërt. Vinë njerëz të tjerë këtu që vinë me mua, bisedojnë e të gjithë ulen, kanë bërë të njëjtën gjë. Kush po e bën këtë në publik? Jo tani më jo. Tani po e bën ti. Përpara e kanë bërë të tjerë 35 vjet rresh. 35 vjet ai ka marrë të gjithë dhe i ka arrestuar dhe i ka hequr kështu zvar. Inshallah nuk ndodh me ty. Po unë të them, ti bëj pyetje pak më të hapura, që nuk është problemi flamuri aty. Po kush e tha këtë? Jo. Ali Mehmeti në gjithë bisedën, nuk e tha me emër dhe ai, po kuptoj që ai deri aty e kishte shkëti. Se unë nuk e kam ndjekur doktor Ali Mehmetin. Po doktorin do të ndjekësh? Si ndjek doktorin, e madh do të ndjekësh dhe doktorët që ke marrë me vete. Do të them këtë, që në këto momente, unë jam duke folur për problemet që ka Partia Demokratike. Dhe a qëndrojnë këto probleme apo jo, le të gjykojnë demokratët. Saljani është protagonist, aktivist, vuan për aktivizëm dhe e ka të shprehur. Po mirë bën atë mirë bën. Ka një egoizëm pozitiv që e zhvillon në mënyrën më të mirë më të mundshme, e ka shprehur me rrezik kokën në shumë situata, edhe me dame shumë të mëdha për veten e vet, madje gjë me shku në burg është një nga sakrificat më të mëdha që mund të bëjë një njeri dhe nuk e ka bërë thjesht, e ka bërë për aktivizëm, e ka bërë për forcën e vet politike. Mbledhjen e parafundit kryesisht ka mshtruar një çështje se unë flas gjithmonë. Fare shkurt sepse do ta lë 4 minuta tjera që të largohet. Hiqni shkarkoni nga detyra drejtuesit politik qarqeve. Dhe përgjigjja e Berishës ka qenë, po mirë më bëj shkarkojmë, po ku ti marrim tjerë, tash ti hap unë. Ti hap unë tash. Ta miço me listë, me email. Çoj edhe flamurin dhe flamurin. Miço me email ka thënë. Flamurin nuk e çoj dhe flamurin duhet më dhënë dorëheqje për shkak të perceptimeve që ka për dorëheqjen e flamurit. Jo. Ishte kështu mbledhje pa dorëheqje. Dhe i tha, ja kam çuar. Po ti thot ai jep dorëheqjen 8 orë. Ndër 13 koordinator janë drejtues qarqesh bashkë me diasporën. Një prej tyre që i kam çuar Berishës ka qenë edhe emri Saljanit. Që ta ikja? Jo, që ti ishte, se s'është këtë drejtues qarko. Ka qenë edhe emri i tij. Po ta kishte bërë, jam 100% i sigurt. Po ta kishte ekzekutuar listën, edhe pjesërisht, po të kishte qenë emri Saljani. Saljani nuk do kishte dalë. Jam i sigurt që nuk do të ishte sot në takime me... Se ky vetëm për atë... Kjo është një lloj pyetje ime. Ka gjithton kë. Nuk do të ishte. Ja ta thot dhe këtë. Ja dhe këtë. Edhe një pyetje tjetër dhe ikën. Unë jam sot drejtues... Pa të keq, ha? Qëndron edhe kjo. Unë sot jam drejtues politik në Deglin 6. Dhe kam pjesë... Dega 6, ku është kjo? Në kombinat. Dhe unë kam pjesë të grupit punës 3 deputet. Unë jam sot antari kryesisë dhe protagonizmin ju e keni parë edhe në studio që unë shpesh them jo apo ja për të ardhur. Gjithandër, nuk është se nuk kam mundësi. Ke filluar thuash jo vetë Saljan dendur dhe kjo është gabimi që pastaj e merr me vete njeriu. Ky mund të jetë gabim, por unë nuk kam pasur në një mungesë, po themi, as mundësie për protagonizëm, edhe as aktivizëm në parti dhe nuk kam pasur, me thënë drejtën, as një lloj, edhe jam habit nga disa reagime, sepse unë mendoj që në Shqipëri duket si kështu, po ka një gjë që është një element që duket pak si kështu si tribale, po që quhet burrëria. Dhe burri flet përballë një herë dhe pastaj thot gjëra mbrapa krava. Unë jam mësuar me dëshmitar të rrem, ose unë kam bërë burg me dëshmitar të rrem. E di unë këtë teknik, por edhe këta e kam për disa njerëz që kanë bajt qëndrime të habitshme. Këtu ka një gjë, nuk e kam bërë, po t'ishte për karrierën time personale, unë do t'isha prapë drejtues politik diku. Unë kam qenë
Partia Demokratike ka qenë ndarë në dy pjesë dhe unë kam shkuar drejtues politik Kavaj dhe e kam fituar bashkë me atë ekipin atje, bashkë me Fisnikun dhe Hysenin, e Rudin e kompani. Pafundësisht demokrat atje. Kështu që në këtë kuptim nuk e bëj për asnjë gjë personale, e bëj sepse Partia Demokratike nuk është fituese kështu, më vjen keq ta them, nëse nuk ndryshojmë, kemi të pamundur të fitojmë. Mos i them unë këto tani. Dhe pse do thoni ju pse e bëj unë? Po unë kam edhe një arsye tjetër shtesë për të bërë, unë kam bërë burg për këtë gjë. Se kam dhe një pyetje fundit. Në vitin 2006 në PD ka zgjedhje. Përpara se t'ju them a do të kandidoni ju për kryetar, te kolegu Denis Dynjaja, Ali Mehmeti, doktor Ali Mehmeti, tha që unë do të votoj për doktorin e madh, për doktor Sali Berishën. Në këtë zgjedhje në 2026. Ti do futesh të kandidosh për vetë dhe apo do votosh për doktor Sali Berishën dhe ti? Nuk është momenti për të folur për asnjë. Për këtë moment nuk është moment. Këtë moment sepse është momenti për të folur për problemet që ka Partia Demokratike. Dhe këto janë problemet që ka Partia Demokratike. Qartë. Kjo është kjo etapë. Dhe a mund të ketë zgjedhje me Berishën si kandidat të vërteta në PD thuat apo ja? E fundit dhe ikën. Unë them që në këto momente do vazhdoj të dëgjoj demokratët. Do të dëgjosh demokratët dhe pastaj do vi një moment që do flasësh. Kështu që po mos e kemë vonesë, mos vonohesh. Themi me shiko, doktori nuk vonohet asnjëherë. Tani, faleminderit shumë Salian.